Pra ishin rusët, pra Bashkimi Sovjetik, se në atë kohë ishte Bashkimi Sovjetik, Amerika, Iraku dhe të gjitha vendet e tjera arabe u bën me Irakun në luftë kundër Iranit dhe nuk arritën ta mundin Iranin. 10 vjet luftë. Nuk është skenar, nuk është hera e parë që nuk është hera e parë. Pra Irani ka luftuar edhe i vetëm kundër të gjithëve. Ndërsa tashmë nuk është i vetëm kundër të gjithëve. Është me ndihmën e Rusisë dhe të Kinës kundër Amerikës. Ndihmë në atë në aspektin e mbrojtjes kundërore, në aspektin e organizimit, në aspektin e inteligjencës, në aspektin e të dhënave, në aspektin e armatimeve që jepet, municioneve, pra gjithë kjo është ndihmë që jepet. Sepse në rast se mbani më në luftën 12 ditore që u bë vjet, kemi një deklaratë të Putinit i cili thotë që ne i propozuam përpara luftës ndihmë Iranit dhe ata nuk pranuan. Po, jemi diskutuar këtu. Psuan ato që psuan. Tashmë iranianët, duke parë nivelin e lartë të vizitave të zyrtarëve iranianë drejt Moskës, dedukton automatikisht që këto vizita tregojnë që bashkëpunimi tashmë është në tjetër nivel. Nuk është siç ishte paraqeshur viti që shkoi. Te kjo hartë Dritan pak a shumë. Ti kthehem edhe një herë se herën e fundit folëm për këtë stërvitje Dritan. Nga po vijnë këto anijet ruse dhe kineze? Aktualisht anijet ruse dhe kineze ndodhen në rajon. Kinezët kanë një bazë në Xhibuti. Pra kanë një bazë këtu. Ky është Xhibuti. Kinezët kanë një bazë detare në Xhibuti. Kanë një bazë detare. Bazën më të madhe detare që ata kanë dhe të forcave ushtarake që ata kanë jashtë territorit kinez. Është në Xhibuti. Dhe anijet ndodhen këtu. E qartë. Nga këtu do të vinë këtu. Kurse rusët kanë marrë pjesë në një stërvitje detare në Afrikën e Jugut dhe dy anijet e tyre kanë ikur nga Afrika dhe aktualisht ndodhen në Oman. Në kuadër të BRICS-it? Po, ajo stërvitje ka qenë. Dhe dy anijet e tyre aktualisht ndodhen për furnizim në Oman. Pra ujë, karburant, diçka tjetër. Dhe ndodhen këtu, pra janë këtu. Janë aktualisht në rajon. Janë këtu. Nuk është se po vinë dhe mund të vinë për... Janë këtu, pra dy anijet janë këtu dhe kinezët kanë diku rreth 4 deri 5 anije, të cilat dy për tyre mund t'i përdorin dhe t'i bien këtu. Pra anijet ndodhen në këtë rajon të Xhirit Persi. Pra nuk është se do të vinë. Pra nuk është se po vinë janë rrugës, janë aktualisht aty. Po, janë këtu. E qartë. Ndërsa këto janë bëri përshtypje se këtë aeropranmbajtja Lincoln ishin dhe 2 nëndetëse të ky grupi. Po, zakonisht këto grupet funksionojnë me një nëndetëse, por mund t'i shtohet edhe një nëndetëse tjetër, pra nuk është ndonjë diçka, por nuk ka ndonjë vlerë të shtuar në këtë aspekt. Nuk ka vlerë të shtuar. Se nuk ka vlerë të shtuar sepse mund të shtohet një 100 Tomahawk, por nuk ka vlerë sepse do të kemi gjë parasysh. Goditja e këtyre armëve, pra shikoni, ato ndodhen këtu. Ndodhen aktualisht, vendodhja e tyre është 770 km larg bregut iranian. Po. Në momentin që duhet godasin, në momentin që armët e tyre të kenë, pra Tomahawkët kanë efektivitet, do të kemi gjë parasysh. Kemi dy lloj Tomahawkësh, Tomahawkët që përdoren nga deti dhe Tomahawkët që përdoren nga toka. Pra ka shtratë lëshimi që përdoren nga anijet dhe shtratë lëshimi nga toka. Ndryshimi midis tyre është rrezja e veprimit. Tomahawkët që përdoren nga shtratë lëshimi nga toka kanë rrezën e veprimit deri në 3000 km. Po. Kurse Tomahawkët që përdoren nga anijet, rrezja e tyre e goditës është 1600 km. 3600, po. Dhe aktualisht Irani është ky. Pra këtu janë 770 km larg. Që këto të jenë të efektshme, që të kenë efektivitet që të godasin çdo lloj baze iraniane. Atëherë duhet që të afrohen diku të rreth 200 km larg bregut. Që ky 1600 km ka 1400 dhe të godasësh ta kalosh Teheran, të mbritësh edhe temata, pra të shkosh në Teheran edhe këto tjera. Kjo është baza. Por iranianët kanë raketa antidetare që i prodhojnë vetë me teknologji kineze që kanë marrë kinezët dhe ato e kanë rrezën 1000 km. Plus kanë dron Shahid 149 Gaza, që mbiqohen Gaza, dhe ata kanë rrezën 1000 km. Pra, në 200 km, këto janë objektiva vdekjeprurës. Janë të vdekur si objektiv. Pra i duhet që në momentin që të godasin, duhet të largohen edhe nga shteti dhe të shkojnë te 1000 km. Që të ruajnë, që të mos goditen nga raketat anti-anije. Por ti ku shkon 1000 km, pra ty të mbeten vetëm 600 km pastaj. Pra ti kur së mbrin Teheran. Pra është e pamundur goditja. Pra efektiviteti i goditjes si do përdorësh, ti mund të kesh 300, 400, edhe 600 Tomahawk. Nuk kanë më efektivitet. Sepse s'kan kështu të mbrin deri këtu. Po avionët Dritan F-35-at. Po edhe avionët kanë F-35, apo? Po kanë edhe avionë F-35, po avionë F-35
armët që ai kanë nuk kanë kapacitetin e një goditjes të një Tomahawku. Dhe armët që lëshojnë F-35-at duhet të jenë diku rreth 120-200 kilometra larg objektivit për ta goditur. Për të pasur saktësinë. Prandaj është e pamundur që ti të arrish efekte, pra mund të goditen. Pa llogaritë që këtu do jenë rusët dhe kinezët, po themi. Po edhe po s'qen unë nuk po llogaris rusët dhe kinezët, po llogaris këtë, thonë pra, nuk është problemi. Po në ndecet tani përdoren për çfarë? Në ndecet kanë gjë. Atëherë edhe në ndecet lëshojnë Tomahawk. Problemi në ndeceve është që edhe në ndecet mund të vinë deri në 400 km, 500 km. Pse? Sepse në momentin që hyn në gjirin e Omanit, deti në gjirin e Omanit dhe mbregun e Hormuzit është me 50 metra i thellë. 50 metra, 70 metra, 100 metra. Dhe në ndecet amerikane nuk mund të funksionojnë në këtë thellësi, sepse mund të përplasë dhe shumë koralor deti, dhe mund të shkaktojë përplasje, nuk ke mundësi të shpëtosh përplasjen në 70 metra. Në 70 metra, pra duhet më thellë. Dhe për këtë arsye nuk hyn dot, pra vin deri në 400 km. 400 km dhe nuk afrohen dot më tutje. Por dy nëndecë së bashku kanë diku të rreth 200 Tomahawk maksimumi. Pra ja lëshove këto 200 me katit të tjera s'kan më efekt. Prandaj them që çdo lloj forcësh të Bashkuara Amerikës që bie në këtë rajon është e paefektshme në luftën totale ndaj Iranit. Sepse gjeografia ka të bëjë në ushtri, në forcat ushtarake dhe në luftë e para gjeografia, pra gjithnjë hapim hartën dhe shohim ku janë forcat aty ku ato. Ku mund ta vë unë armën time, pra ku ta vën shtesë unë armën time. Sa larg është individi që të godasë. Pra gjeografia është baza në një luftë. Dhe kjo gjeografia ja pamundëson Shtetet Bashkuara të Amerikës një goditje efektive ndaj Iranit në total. Sepse ka vetëm një mundësi goditje këtej dhe nga Izraeli, po edhe ajo është e limituar tashmë. Po nga bazat dritan unë e di, po për publiku, nga bazat amerikane në bazat amerikane nuk ka fare Tomahawk, pra nuk ka të vendosur Tomahawk, dhe nuk do të përdoren bazat për të goditur për arsye sepse të gjitha vendet ku janë bazat. Ja ka ndaluar Shtetet Bashkuara të Amerikës që t'i përdori bazat për të goditur Iranin. Po avion që mund nisen nga Diego Garcia, po problemi është avion le të nisen nga Diego Garcia, pra duhet të fluturojnë lartësi të mëdha dhe duhet vinë. Do fluturojnë te 12.000 metrash, do lëshojnë një seri bombash, por nuk kanë kapacitet, pra aq e kanë sepse i kanë 20 bomba, ja lëshoj 10 avion, 200 bomba, pra janë pa efektive, pra ti mund të shkaktosh dëm në 1, 2, 3, 4, 5 objektiva. Por nuk mund të sjellësh atë që ti do, pra ta mundesh dhe të rrëzosh regjimin, ta ndryshosh regjimin, pra nuk mund ta bësh atë gjë, sepse nuk ke efektivitet. Po. E qartë. Pra është e limituar, fuqia ushtarake që ti përdor, është e limituar efekti i saj kundrejt Iranit në këtë moment, sepse është gjeografia që ja mundson Iranit të gjë që të ruhet. Pra e para është gjeografia. E qartë. Dhe unë kam thënë për them, gabimi më i madh i amerikanëve dhe pikërisht i Trumpit është kjo. Shihni këtu Afganistani, po. Pra po të kishte Afganistanin, këto 3 baza ishin baza amerikane dhe nga këto 3 baza, shikoni, gjithë Irani është shife nga e godisa janë mbrapa. Pra atëherë do kishte efekt se e godet këtej, e godit te dhe shpërndaj. Pra në momentin që dorëzuan Afganistanin, ka humbur mundësia që Amerika nesër të mund të detyrojë Iranin që të bëjë atë që do Amerika. Është zero mundësia. Bagrami, baza e Bagramit. Po ka Bagrami, Kabuli, gjitha pra kishin edhe një bazë tjetër, janë 3 baza kryesore që mund të bëjë, por gjithë shife, gjithë Afganistani. Shife si vjen komplet mbrapa. Do ishte në e rrethuar. Absolutisht. E qartë. Nuk ka më. E ka humbur këtë mundësi. Prandaj çdo lloj bisedimi që bëhet, nuk mund t'i bëj asnjë detyrim Iranit, sepse Irani fundit ka gjeografinë që e mbron. Pra është e pamundur. Me që jemi tek opsioni bërthamor, Irani e ka bombën bërthamore, e ka mundësinë të krijojë një bombë bërthamore tani më që le të themi është i hapur bashkëpunimi me Rusinë dhe Kinën. Shiko, Irani nuk i ka munguar mundësia për të bërë bombën bërthamore, edhe përpara se të bashkëpunonte me Rusinë, ka pasur një bashkëpunim me Korenë e Veriut. Sistemi raketor që ka Irani është sistem raketor që e ka përmirësuar, e ka shtuar dhe e ka avancuar më përpara mendimin e Koreas Veriut, sepse Irani nuk është se ka pasur, pra ka pasur sistemi raketor para 20 viteve, por gjitha kjo ka ardhur mendimin teknike të Koreas të Veriut. Pra Korea e Veriut është ajo që baza kryesore e raketave iraniane, pra diku rreth 60% e raketave iraniane janë me bazë koreano-veriore. Dhe pastaj i kanë evoluar vetë, kanë bërë ndryshime me kalimin e kohës, zhvillimin e sistemeve gjërave kanë shkuar. Po baza është koreano-veriore. Pra Irani nuk i ka munguar marrja e kësaj bombe. Në çdo kohë mund ta merrte teknologjinë e bërjes bombës bërthamore nga Korea e Veriut.
Dhe Korea e Veriut është një vend I cili edhe po ta jepte nuk ishte kush çaj bënte, nuk ishte kush çaj thoshte. Po, se s'është pjesë S'është askunde nuk e çan kokën për askën. Pra, nuk I ka munguar mundësia ta bëj. I ka munguar vullneti, dhe I mungon vullneti që ta bëj, edhe sot e kësaj dite. Sidomos sot që ka edhe bashkëpunim me rusët. Pra, sot ka bashkëpunim me 3 fuqi bërthamore. Rusin, Kinën dhe Korenë e Veriut. Të bësh sot një bombë bërthamore në kushtet që është Irani shumë e lehtë. Vjet, revista Bloomberg kishte bërë një testim dhe thoshte që një miliarder amerikan sot mund të ndërtojë një bombë bërthamore dhe vetëm ta ndërtojë atë kushton $5 miliardë. 5 miliard dollar. Një miliarderi. Në tregun e zi. Në tregun e zi. Po Irani. E qartë. Pra, nuk është sot mundësia ekziston. Me 400 kg uranium për shembull. Unë nuk e di se sa mund ndërtosh me 400 kg uranium, sepse duhet parë niveli uraniumit, pra ata e kanë thuhet që është 60% I pasuruar, duhet mbi 80% që të jetë për atë dhe pastaj kur shkon te 80% duhet parë sa kiloton që janë ato pra. E qartë. Pra është diçka që është në aspektin fizikantët mund ta shpjegojnë më mirë këtë. Jo, duke se sa mund të prodhosh, se sa bomba mund të prodhosh. Duke qenë se kam dëgjuar komente të ndryshme që mund të prodhoj 12 bomba bërthamore me ato që ka tash gjithsesi. Ndoshta nuk e kam idenë, por varet ti mund të prodhosh 12 bomba, por varet sa kiloton, sepse problemi është bombat funksionojnë nga 5 kiloton deri në 500 kiloton. Pra ti varet se sa kiloton që e prodhon bombën. Sepse çështja e kilotonëve ka të bëjë edhe me rrezën e veprimit të saj. Po. Dhe këtu është fuqia e bombës bërthamore, sepse bomba bërthamore nuk ka tjetër efekt, pra. Dritan, kalova tek çështja e bombave bërthamore për shkak se në datën 5 apo në datën 4 ora 12 e natës përfundon edhe ajo që konsiderohet marrëveshja bërthamore midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do thotë për 48 orë pak a shumë jemi në përfundimin e kësaj marrëveshje, çka do ta fuste botën në një garë pa limite për sa I përket armatimit bërthamor. Çfarë po ndodh dhe si quhet start, quhet ajo marrëveshja. Marrëveshja quhet start, pra nuk është marrëveshja strategjike për armat bërthamore. Pra marrëveshja për armat strategjike. Është marrëveshja për reduktimin e armëve strategjike. Strategic Arms Reduction Treaty. Pra, marrëveshja për reduktimin e armëve strategjike, për arsye se armët bërthamore me rrezik të gjatë veprimi quhen armë strategjike. Pra hyn të armët strategjike. Dhe për këtë arsye është quajtur kaq start. Kemi 2 start, pra kemi start 1 dhe starti 2 është new start, pra. Quhet new start. Po. Po që të kemi një ide më të qartë të kësaj se si mbritëm këtu, do të kemi idenë se si mbritëm te bombët bërthamore. Sepse që ideja për pasin e bombave bërthamore ka ekzistuar që gjatë luftës së dytë botërore. Edhe gjermanët, anglezët dhe amerikanët kanë qenë në garë me njëri tjetrin kush të prodhonte bombën bërthamore. Nga fundi i luftës së dytë botërore, anglezët, amerikanët dhe kanadezët krijuan një projekt të përbashkët, projekti Manhattan, pra quhet projekti Manhattan, po. Dhe në fund të luftës ata arritën të prodhojnë bombën bërthamore përpara Gjermanisë dhe e përdorën atë në Nagasaki dhe Hiroshima. Ajo është. Në 49-ën pastaj ishin edhe rusët ata cilët bën testimin e parë të bombës bërthamore, por programin e tyre bërthamor, pra bombën bërthamore ndërtuan mbi të dhënat që vodhën me anë të spionazhit nga ky projekti Manhattan. Edhe rusët. Nga projekti Manhattan. Nga projekti Manhattan. Ja këtë se dija. Është kjo. Tentativa e parë për marrëveshje bërthamore ka ardhur në vitin 1970. Në vitin 1970 ka nisur bisedimet e para. E kemi këtu Dritan pak a shumë i 1970. Po, në 1970-ën dhe në 1970-ën kemi Salt 1, pra marrëveshja Salt 1. Po. Quhet dhe në vitin 1979 kemi marrëveshjen e dytë quhet Salt 2. Salt 1 ka të bëjë me reduktimin e armëve, pra e kapaciteteve bërthamore, të raketave bërthamore që të mund bash. Ajo u implementua, kurse Salt 2 i cili u bë në vitin 1979 nuk u implementuar për arsye se rusët në vitin 80 sulmuan Afganistanin dhe nuk amerikanët nuk pranuan më që të merreshim atë. Dhe vazhduan bisedimet derisa mbritën në vitin 1989. Në vitin 1989 kemi marrëveshjen e parë të armëve bërthamore me rrezet të ndërmjet me veprimi. Pra me rrezet të ndërmjet me veprimi do të thonë që janë armët që funksionojnë nga 500 km deri në 5500 km.
Kjo marrëveshje funksionoi deri në vitin 2019. Në vitin 2019 Trumpi, që sot president, doli nga kjo marrëveshje. Në 2019 Trumpi doli nga kjo marrëveshje. Nga starti, Jo, nga marrëveshja për armët e ndërmjetme, pra bërthamore me rrezet ndërmjetme. Intermediate range, po. Dhe si rezultat i kësaj, rusët filluan prodhimin e raketave tyre të mesme dhe përfunduan te Oreshniku. Pra Oreshniku është pjesë Oreshniku erdhi si rezultat se Trump doli nga kjo, po të funksiononte kjo marrëveshje, Oreshniku nuk do ishte prodhuar fare. Pra, e qartë. Shifni dëmet që ky individ i ka bërë pra vetë Amerikës, pra jo tjerëve. Pastaj kemi në vitin 2000 është marrëveshja e parë do të jetë marrëveshja e parë e startit, Start Nishi, pra. Start Nishi, po në vitin 90, në 91, në Start Nishi, nënshkruar nga George Bushi dhe Gorbaçovi në atë kohë. Edhe Start Nishi ka të bëjë me reduktimin e armëve bërthamore, të kokave bërthamore gjithë ato, dhe kjo po kishte afatin 10 vjet. Në 2010 kjo përfundoi. Në 2010 u firmos një marrëveshje e re, u quajt New Start. Obama dhe Medvedevi, po. Po, dhe kjo kishte mbaruar. Duhet ta kem atë foton regjia Basses. Në 2010 ku është Obama atje. Po. Me Medvedevin, dhe kjo mbaronte në 2020-ën dhe realisht mbaroi në 2020-ën New Starti. Por New Starti parashitet që mund të shtohet edhe 5 vite. Por palët duhet bëjnë dakord. Atëherë rusët i propozuan, ishte po Trumpin pushtet. Në 2020-ën propozuan që ta shtojmë edhe 5 vjet. Trumpi e kundërshtoi, nuk pranoi që ta shtonte edhe 5 vjet. Start. Dhe nga 2020 deri në 2021-shin nuk kishim marrëveshje. Pra nuk ekzistonte një marrëveshje. Një vit pa marrëveshje. Një vit pa marrëveshje. Trumpi humbi zgjedhjet, erdhi Bideni. Kur erdhi Bideni, rusët ja propozuan sërish Bidenit një të gjë që propozuan dhe Bideni e pranoi dhe u firmos marrëveshja e cila përfundon tash pra u firmos në 2021-shin, u shtyi 5 vjet dhe përfundon nesër ora 12 natës. Kjo marrëveshja që nënshkruan ata. Nesër, po. Po nesër përfundon në natës. Te New Starti tashmë u përcaktuan gjërat kryesore. Pra New Starti kishte limitimin e kokave bërthamore. Pra përcaktonte limitimin e kokave bërthamore, New Starti. Po. Përcaktonte sasinë e shtratave të lëshimit dhe sasinë e raketave balistike që mund të mbahen. Këto ishin 3 gjërat kryesore. U përcaktuan që sasia e kokave bërthamore do të ishte 1550 cop koka aktive për secilin vend. 1550 cop. 1550 Amerika, 1550 Rusia. Koka aktive, që i mban si koka në vete. U përcaktuan 700 raketa balistike, pra secili vend duhet mbajë vetëm 700 raketa balistike aktive, në gjendje aktive. Dhe u përcaktuan që secili vend duhet të ketë 800 shtratë lëshimi. Dhe to 800 shtratë lëshimi dhe këto 700 raketa balistike janë të përcaktuara në të 3 komponentët, toka, ajër, det. Triada. Pra, në këtë triadën që duhet të funksionojnë. Dhe plus ekziston një komision i përbashkët, cili quhet komision konsultativ, dhe ai ishte gjatë gjithë kohës i mbledhur dhe merri me çështje, me çdo lloj çështje dhe me çdo lloj problemi që kishte të bënte me këto. Dhe kishte edhe ky komision kishte drejt të bënte edhe inspektime ad hoc, pra në çdo kohë, në çdo vend që ishte ajo që kam kapacitete nukleare ose bërthamore. Pra ndërthurja, pra ndërveprimi midis palëve ishte gjatë gjithë kohës aktiv. Dhe vazhdon të jetë aktiv. Me përfundimin e kësaj, palët nuk kanë më ndërveprim me njëra tjetrën. Pra pas 48 orëve thua, palët nuk kanë më ndërveprim me njëra tjetrën, nuk japin llogari askujt dhe asnjëra tjetrës. Gjithashtu, me marrëveshjen e Startit u vendos që numri i bombave bërthamore të reduktohej në mënyrë maksimale. Në vitin 1170 deri në vitin 1180, sasia e bombave bërthamore që në tokë ekzistonin në glob ishte 70.000 cop. Sa? 70.000 koka bërthamore kishte globi. Në 70-80? Në fund të 80-s, po. Me vendosin e starteve, u arrit që sasia e kokave bërthamore në glob sot të jetë 13.000. Dhe ky reduktim u arrit në vitin 2018 përfundimisht, ky numër. Pra aktualisht është 13.000. Aktualisht është 13.000. Me përfundimin e kësaj, vinte ajo që thotë juve që palët nuk kanë më obligime për të rritur sasinë e tyre.
të këtyre kokave bërthamore, të këtyre raketave bërthamore dhe të këtyre shtrateve. Pra fillon, kthehemi sërish në vitin në periudhën e viteve 1970. Pra rrëshqasim në atë periudhë, në rast se nuk bëhet një marrëveshje e re. Të bëhet një marrëveshje e re do shumë kohë. Aktualisht problemi me marrëveshjen e re është se amerikanët kanë kërkuar që në këtë marrëveshje të hyjnë edhe kinezët. Kinezët nuk kanë pranuar të hyjnë sepse thonë ne nuk kemi shumë pak dhe nuk kemi kapacitetin që keni juve. Pra s'kem se hyjmë në këtë marrëveshje. Rusët kanë thënë që po hyjnë kinezët, do të hyjnë edhe francezët dhe anglezët. Francezët dhe anglezët kanë thënë që ne nuk duam të hyjmë. Si të lexojmë refuzimin e këtyre dritanëse? Po secila palë kërkon që të shtojë ato. Kemi një gjë parasysh që pra Kina aktualisht kërkon t'i shtojë ato që ka, se ka më pak se SBA-ja dhe Kina ka vetëm 600 copë, 600 koka bërthamore. Ndërkohë SBA-ja sa ka? SBA-ja ka 3000 diçka, kurse Rusia është vendi që ka më shumë, ka 4200-300 copë. Kështu që Kina nuk ka interes të bëhet pjesë e kësaj për shkak se ka ndërmend të shtojë numrin e tyre të çojë deri në 1000. Barazohet. Ndoshta jo të barazohet, por pak të shkojë një 1000, pra nuk është se po Franca dhe Anglia? Ato kanë nga pak, nga Franca do të ketë diku të rreth i bie që dhe këto pretendojnë dritan? 200 ca copë, po i ka vetëm nga deti dhe nga ajri, kurse Britania i ka diku të rreth midis 60 dhe 100 copëve më duket, dhe i ka vetëm nga deti, pra nuk është. Në Europë vetëm Franca dhe Britania ka. Aktualisht 9 shtete në botë kanë armë bërthamore. 9 shtete gjithsej? Në botë. Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Korea e Veriut, Pakistani, India, Franca, Anglia dhe Izraeli. Dhe Izraeli. Po. Izraeli është ai që ka aktualisht më pak se Korea e Veriut është ai që ka më pak se gjithë. Korea e Veriut mendohet që ka 40 koka bërthamore, kurse Izraeli ka rreth 90 koka bërthamore. Izraeli ka rreth 90 koka bërthamore. Këto janë. Në marrëveshjen e Kombeve të Bashkuara për mos proliferimin e armëve bërthamore janë 191 shtete. Por aty India, Pakistani, Korea e Veriut dhe Izraeli nuk janë nënshkrues të kësaj. Që do të thotë që këta mund të prodhojnë bomba bërthamore pa dhënë llogari askund dhe pas janë pjesë askujt asgjëje. Pra nuk kanë asnjë lloj detyrimi, asnjë lloj vëzhgimi, asnjë lloj gjëje. Dhe këtë gjë tashmë me përfundimin e kësaj marrëveshje mund ta bëjnë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Dhe kapacitetet e Rusisë dhe të Amerikës janë që aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të rrisin to kapacitetet e tyre brenda 6 muajve me 60%, kurse rusët mund të rrisin kapacitetet e tyre bërthamore brenda 6 muajve me 110%. Aktualisht. Aktualisht. Pra do thotë që aktualisht amerikanët mund të shkojnë në 480 bomba bërthamore ajrore. Pra. Ajrore që mund të përdoren nëpërmjet avionëve, që shkojnë nga avionët, në 1000 bomba që lëshojnë nga nëndet, pra 1000 raketa që lëshojnë nga nëndecet, edhe diku të rreth 400 raketa që lëshojnë nga toka, pra silës nga to balistike, po. Kurse rusët e rrisin me 110% dhe rusët shkojnë diku të rreth 720 ajrore, 600 toksore, 1500 detare. Kjo është. Kurse numri i kokave pastaj varion, nga mund të shkojë i rusëve mund të rritet nga 1550 që kanë çojnë 3250, edhe amerikanët çojnë diku rreth 2400 diçka. Pra brenda 6 muajve mund të rrisin këto koka, pra kanë kapacitet që rrisin, ky është kapaciteti që ata mund të rrisin këto koka. Po, bërthamore. Dritan, jo, një pyetje. Po kemi një gjë që pavarësisht në themi që mund t'i rrisim, rritja nuk është me një shtypër butonit. Pra, kërkon angazhime njerëzore dhe ekonomike të mëdha. Përveç prodhimit të tyre, pra rritjes tyre, bërjes tyre bombave të reja, tyre raketave të reja, shtrateve të reja të lëshimit, por kryesorja që kërkon më shumë argjime është mirëmbajtja e tyre. Pra i bie që në rast se të dy këto shtete do të hynin në një garë armatimi. Sepse garë armatimi, kush prodhon më shumë armë bërthamore, atëherë i bie që to duhet heqin nga buxhetet të ndryshme, pra të reduktojnë buxhetet e tyre të tjera, pra buxhetet sociale, buxhetet civile, për t'i çuar në drejtim të kësaj. Në rast se këto dy vende do të hynin, atëherë do të dy këto vende për një